Milazim Thoqi, për ndryshe kushëri president Hashim Thoqi. Po. Ke qenë edhe në gjykatë e Augës me dëshmu kundër Slobodan Miloševićit? Po, që ashtu ka puna. Si ndodhi ajo, faktikisht i ki të rrëfime interesante, për shembull në Haku kur ke shku, çështë kanë vetë për kapoçtborë dhe çka të tha Slobodan Milošević e kështu me radhë. Unë jam shku mas pari për masakrën e Zbicës. Së në vra 128. 148. Edhe më kanë shkrua ai prokurori e Hakës as digjon kushke, ai më shkrujti. Mas 2 orë dhe 5, tha, a ki me shtu dishka, a me hiq, thash, jo, mirë është, tha, a mund, tha, ti me do të lëpës për balë, thash, për qëtë masakrën që tu një Zbicë, po, për tjera, thash, ka bon shumë e masakra, thash, po për tjera që më kanë. Edhe erkuha, me 16 qershor, 2002 ju shku në Hagë, ju ndorë me Slobodan Milošević. Si ndodhe aja për shembull në Hagë para se e takuar me Vesli Klarkin atje? Po mas pari na shkum aty, na runë 2 polis aty nga salët, gjykimit, edhe erë një qasifar me atë gjarën qasi gjykas, tha cillin e thash që thashone, tha për qëtë tonë, tha, apo dhe me hi, tha me kapushbarë, a pa kapushbarë, thash jo për qenë temin, thash du me hi me kapushbarë, thash du me kalzu vetën, pe i kajtë jëmë dhe kush jëmë dhe qka jëmë, thash edhe slëbe ka mërzi. Ja ka njësë për kesh, edhe erë të shë femna të tha toki, hajde, hina kur hina, aj hini, si kur në qatona nej, unë e kënej gjykasët hish një kënej. Edhe veç më këshyrë ke, veç bëj kështu, si kur me koj pitë, unë e këshyrë ata, a i këshyrë mu, gazetarët, një 2 minuta më do këtë veç bëshin telefon, ata vrap. Fotografijat, po. Po paratat. Edhe unë gjëmë të një dhash atë betimin, si për dëfë këmë edhanë. Edhe janë nisëm atë, a i të shi vetë këmu. Atë veti për Hashim Thoqin, sigurisht që po? Jo, mas më romi ka vetë. Qka të tha? Nërë tha, pse je ikë, tha, për shpije. Thash, jo me ikë, thash, se këm po masakra. Kun ke po, thash, në Qereze, në Likëshane, në Prekaze. Tha, qa kanë bon? Thash, kanë bon, si kanë mytë gjinë, fmi, pleq, gro, tëna, thash, i kanë mytë, thash, për që ta. Tha, sa kilometra, tha, i Zbica, tha, i ka, tha, pe i bruje, thash, se ku mund të zdigjon. Tha 7. Tha 7. So ko pun të pe i bruje një shanista 3. Thash, se di, tha, 3 u kom. Kret në vetë ke. E të shë tha, juve, tha, u kanë vëra, tha, u që kaja. Thash, ja, u që ke s'ka posë të heqë. Tha, ku e në konë? Thash, u që ke e në konë malë. Sa ka posë, thash, ka posë shumë. Thash, që atë ditë, asë një plëm i ushqekes, thash, nuk ka kërsit atë, thash, po, armata e shkive, i thesha une, pra tash po thëmë sërbë, adi mas e jem këtu, Qka të veti konkretisht për prezident Hashim Thoqi, Slobodan Milošević? Po, tha, që a ki Hashimin, të më shkojt temperatura mu, në vejt, thash, kushëri. Tha, të familjes në ushtë, thash, jes të pu, se me kanë dhona të trokë, në den, se sërbishtin e disha ma mirë, se aja i shkone vlurës, aja përkëthysa, den, i thash, o, folim të mu shqip, thjesht, se unë s'pe marrë verë këtu. Të kujtuhet Vesli Klarki para se me hi, që shka hi para ti, qka konkretisht ta? Jo, na kem atë të prit, Vesli Klarki generali, edhe a i namon e rënë dytë, tha, mirë dita, tha, cillin e thoqë, thash, që unë, tha, që dura thoqë, tha, ti kishë me hi, tha, për na jena orë, tha, zërë të areshtë, tha, në kësë bëndë më na folorianin, na i thamë po, mërë na keni një mu ju, aden, tha, ja, qartu ko puna, tha, qartu, edhe henën ata, atë ditë, gjithë ditën, neve në murën policia, në quna qenë, ku shkumt në estrit, dulën, kur dulën, tha, që tha, edhe 15 minuta, tha, ta kom shtri, tha, për tuke, s'ka me dita, as me dvetë, ta kom smuë.
Slobodan Milošević. Po, Klark, Slobodan me, po, Vesni Klarki, edhe të shi ata dule na henëm, a e të një janë